pas politike unë mund të flaset për opinionin politik, tem politik, por një diskutim më i gjerë duhet ndodhët në shtabin qendror, edhe qendrimet pozitive, mirë po që mund të merë... shefi shtabit në Mitrovic të Në Mitrovic, po. Perfekt. A keni... A duhet me i kërku vot, nëse aty 96% votave i kanë marrë 2 kandidat, po qëto pak që kanë met, a duhet me i kërku tash edhe votat e LDK-s edhe... Unë besoj që ne në Mitrovic, pun të flasë për Mitrovicën, qasja është që oponenti jonë politik është PDK-ja, edhe ne duhet jemi të hapër, si që kemi qenë, dhe gjithë atyre që kanë votu LDK-në të kaluarën, duhet jemi po ashtu të kërkojmë votën me përëllësi e me respekt, sepse duhet të shërbehemi dhe atyre. Unë do mendoja që dhe parti tjera të vogla, të cilat kanë dhoni kontribut në format të ndryshme, po ashtu do duhet të bështetnin projektin tonë politik. Mirë po, për dire sa nuk ka reforma, këtu duhet të them, duhet jemi i qartë me ju, do të strategjia jonë që kemi adoptu në shtab, ka qenë edhe zonat që të thonë, PDK-ja kushtimisht i ka kontrolu si bastioni, i ka trajtu si bastioni, për shumë se Shqipoli ose Vaganica, edhe ata kanë menu që aty veç duhet mu marrë vota, pas i kanë ofru gjë. Ne kemi fillu të bimet edhe i kemi prioritetizu përkisht ato zona, sepse PDK-ja si ka ofru kur gjë atyre. E unë besoj që ne duhet jemi njësoj, ata janë dajtë mi vim për asoj pjese, janë njerëz jashtëzakonisht mirë, kanë sakrifiku shumë për Kosovën e për Mitrovicën, sidomos në luftën e fundit, unë besoj që duhet jemi të hapër të shërbejmë të gjithë, si të mos aty në zonë me prioritet. Nëse del Albulena Haxhiu, edhe thot jemi të hapën për koalicion me krejt përveç PDK-s edhe listës serbe. Unë e mbështes këtë qëndrim politik. Çfarë opsione ka Taulant Kelmende ose Ardian Gola? A me lyp votat PDK-s të ashaja, me bo koalicionën Pejos në Gjakov me PDK-n, a... Shikoj, tash këtu... Unë nuk është që i këmë diskutu me Albulena, e këmë pak këtë deklarat, por e që e mund të themë është që kjo hyrën edhe në kuadrë të pikpamit mi aktuale politike. Do të dy kofizime që unë zakonisht i avokoj, edhe në nivelli lokal, edhe në nivelli qendror, jo pikish këto, përshkak se vinë nga një kontekst specifik si që është Mitrovica, edhe përshkak të përvojës së hidhur në shtetëformim, pikish me këto dy subjekte politike, e pranoj do të që këmë qenë avokus, që të kemi një afërsi, si të mos me... Se mërë mund të që PDK-ja ka qenë kur u bo shteti? Edhe të avokimi, edhe të mbështetja një koalicionit të mund shumë me lidhën demokratike, unë i përkas asaj linjet mendimi që ne duhet të jemi të hapër, edhe mbështet, për shkak se në shumë aspekte ne pajtomi dhe vizionin për Kosovën e kemi të ngjajshëm, por dallimet ideologjike mbeten ato, por të patikalueshme. Po flas për specifikat, lutem mos më citoni në nivelin qendror, po flas ato në nivelin lokal. Ndërkohë sa i përket PDK-s e listës serbe, po lista serbe në asnjë rrethon, PDK-ja jo pa u reformuar sepse nuk e ka pas një proces të katarësës politike. Që i bjen që pas këtë nërmen, qita dy që i mëranën men, a i Kelmendi djali, Ardian Gola, edhe Hajrullah Qeku, e pas këtë nërmen mi shti në autobus, këta nëse s'kan punë me PDK-n, ku kanë mi marë votat në rundë dytë? Une i këshilloj të dytë edhe Hajrullah, sidomos Hajrullah Qekun, që bashkëbisedimi du t'jetë me qytetarët e Prishtinës, të cilët janë votues jashtëzakonisht mirë të edukum në gjykimet e tyre politike, ka përvojë vendosja në fitimin e këtyre